Komuna e Prizrenit ka dhuruar dhe 2 autoambulanca të reja me të gjitha përgatitjet për shërbimin e urgjencës në Prizren. Në këtë dhurim të sotëm ishte kryetari i komunës Shaqir Totaj i bashkëshoqëruar nga nën kryetari Kujtim Gashi, drejtori i drejtorisë së shëndetësisë profesor dr. Simir Krasniqi, drejtori i QKMF-s dr. Fadil Bajraktari, zëvendës drejtori i kësaj qendre dr. Ukaj dhe shefi i urgjencës në Prizren dr. Edon Berisha. Kryetari Totaj tha se duke ditur rolin e shëndetit dhe rëndësinë e shëndetit e sidomos tek ky sektor i urgjencës, sot po dhurojmë dhe 2 autoambulanca të reja me të gjitha përgatitjet që i duhen dhe që janë financimi i drejtorisë së shëndetësisë për urgjencë, duke shpresuar se tashmë këto kemi dhe stafin për 24 orë e kjo do të jetë për një efikasitet më të madh. Për të dhënë kontributin për shëndet publik, ne normalisht që bashkëpunim me drejtorinë e shëndetësisë kemi vazhduar investimet tona. Edhe sot kemi 2 autoambulanca të reja, që është lajm i mirë definitivisht, mirë po përveç autoambulancave të reja, kemi edhe stafin e përgatitur, i cili në mënyrë profesionale din të shfrytëzon këto autoambulanca, edhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore do të jetë edhe në kvantitet edhe në kvalitet. Prandaj unë jam shumë i sigurt që me punën e mirë që është të bëjë stafi shëndetësor, me përkrahjen tonë, shërbimet për të gjitha ata që kanë nevojë do të jenë në dispozicion, do të jenë kvalitative, do të jenë shpejta dhe do të jenë të qasshme. Edhe do të mi falenderoj stafin medicinal për punën e tyre që po bëjnë. Edhe kështu do të vazhdojmë edhe në vitet vijim sepse punët e mira e kanë marrë një trend pozitiv dhe tani nuk kemi të ndalën. Drejtori i shëndetësisë në Prizren, profesor dr. Simir Krasniqi, me këtë rast tha se jemi të gëzuar që sot po dhurojmë këto 2 autoambulanca krejtësisht të reja dhe që tashmë edhe me trajnimin e stafit po e bëjmë më të afërt dhe më efikas edhe këtë sektor. Këto 2 autoambulanca kanë vlerën prej 142.000 euro dhe jemi të sigurt se këto do të jenë në shërbim të plotë të qytetarëve. Sot shërbimit të urgjencës ju shtohen edhe 2 autoambulanca të reja, që ky shërbim të jetë i gatshëm që të jetë sa më afër pacientit, për çdo kërkesë pra që të jetë sa më afër pacientit dhe ne mendojmë, tha dhe kryetari, që të rrisim shërbimet dhe të shtojmë edhe numrin e ekipeve këtu në urgjencë, ku dim që Prizreni ka një shtrirje të madhe dhe një numër të madh të banorëve dhe çdo kërkesë pra të jenë të gatshëm në shërbim të pacientëve. Sa automjete tani ekzistojnë? Tash 2 automjete të reja edhe automjete tjera pra që i ka urgjenca janë në dispozicion të qytetarëve pra. Po besoj që janë të mjaftueshme për kërkesat e qytetarëve, por ne lusim që këto të përdoren sa më pak, qytetarët kanë nevojë sa më pak për shërbimin e urgjencës, po sido që të jetë, këta duhet të jenë të gatshëm në çdo minutë, në çdo orë që të jenë sa më afër pacientit dhe qytetarit. Dr. Fadil Kryeziu, drejtori i QKMF-s në Prizren, tha se jemi shumë të përgatitur, tashmë dhe kemi mbi 10 automjete dhe numri i stafit me mjek e staf infermier kemi mbi 40 dhe kështu besojmë se me përpikmëri, shpejtësi arrim të jemi në ndihmë për qytetarët për 24 orë dhe gjithmonë sipas nevojës. Sot kishim kënaqësinë të pranojmë edhe 2 autoambulanca të reja, të cilat janë të pajisur me mjetet më bashkëkohore që i duhen një autoambulancë për intervenim, edhe besoj që tani e tutje ne jemi të pajisur me shumë automjetet, ku i kemi më shumë se 10 automjete autoambulanca, edhe ekipet tona do të veprojnë shumë shpejt, efikas, sigurt, edhe sa më në mënyrë cilësore. Neve na mbetet kemi stafin e përgatitur, edhe besoj që ky staf do të vazhdon me trajnimet shtesë profesionale, edhe do të arrijmë sukses edhe besoj që do të ofrojmë shërbim çdo cep të Prizren kudo që është nevoja, do të thotë edhe në vendet më të larta që do të kemi një aksident ose duhet të shkohet ekipa jonë e shërbimit urgjent. Sa staf kemi të angazhuar? Ne emergjent për momentin funksionojmë me 4 ekipe kështu të brenda ditës, do thotë 4 ekipe në kuadër të ekipeve është 2 mjek edhe janë 4 infermier. Kështu që këto ekipe janë të gatshëm, nëse ka nevoja këta të shtohen, po me 4 ekipe ne mbulojmë 24 orëshin, ndërsa si staf kemi shumë më shumë, do thotë se nëse i llogarisim 4 ekipe, do thotë dikon i kemi në numër, do thotë dalin dikon afër 40. Stafi i urgjencës janë në gjendje gatishmërie gjithmonë dhe tani në këto 2 automjete të reja e bëjnë edhe më aktiv këtë sektor që është treguar mjaft i suksesshëm në Prizren.